Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 3 maj të 2025, duket se është një ditë shumë e rëndësishme në fushën e karrierës, të biznesit, por njëkohësisht ka një ndikim shumë të madh, në ndikime planetare për këtë ditë ku gjithçka mund të ndodhi, gjithçka mund të arrihet, sepse dita e shtunë ka gjëra shumë të mëdha dhe të përsosura në ato që duam të bëjmë. Ka të bëjnë shumë me lidhjet e bisedimeve, takimeve të rëndësishme nga dreka, sepse duke pasur parasysh nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 11 është një kohë fantastike, por do thoni juve është ditë pushimi dhe nuk ngrimi herët. More ngrihesh herë që çem atë kur ke takime të rëndësisë veçantë dhe momenti dhe koha që ka të bëjnë është për tre shenjat që kanë ndikime shumë të mëdha, siç është dashi, virgjëresha dhe shigjetarët, kurse në çështjet që kanë të bëjnë me blerjet ose me bisedime të rëndësishme, pak vëmendje duhet të kenë të shenjës së ajrit, siç janë binjakët, peshorja dhe ujorët, nga paraditja të jenë të vëmendshëm. Pastaj gjërat janë më ndryshe dhe më mirë për juve të këtyre shenjave. Para se të filloj me parashikimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një për juve që doni një parashikim të detajuar dhe doni të dini se si funksionon. Atëherë pikërisht është ka faqja këtu, e klikoni dhe aty keni gjithçka. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, shkoni tek sekretaria, ku atje mund ta klikoni, ja pra e shikoni, plotësoni të gjitha ato dhanat dhe jeni gati pastaj për të dërguar dhe nëpërmjet WhatsAppit dhe Viberit për të folur bashk, mesazh dhe direkt jemi zgjidhje për gjëra që dëshironi. Por juve që doni që në kohën që ne jemi live dhe kërkoni të dërgoni një mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu, e klikoni, e shikoni dhe duke ndjekur ato hapa, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe të marrë live përgjigjen. Dhe jo vetëm kaq, por së shpejti do jemi dhe live me juve, me publikun, pra kudo ndodhet në çdo skaj të botës, shumë shpejt do ta kemi dhe do ta shikoni dhe si do funksionojë ky shërbim. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Çfarë ndodh me shenjën e dashit dhe pse të shenjës së dashit janë kaq të përfituar në këtë ditë? Është një ditë shumë e rëndësishme në lidhje me takime pune, në lidhje me vendime që merrni. Është një periudhë fantastike mbi çështjet madhore që do të keni në fushën e biznesit. Kurse në fushën e dashurisë, edhe pse keni pasur disa probleme, disa çështje që nuk i keni zgjidhur për një mirë arsye, kjo bën që në orën 1 deri në orën 3 është koha juaj për të pirë një kafe dhe të bisedoni shtruar për problemin që mund të keni. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shenja e demit. Çfarë ndodh me shenjën e demit dhe ku shenjës së demit duhet të kenë vëmendje? Nga disa takime që ata kanë dhe mund t'i bëjnë mbas orës 11 me 11:15, ka një mundësi për sa i përket blerjeve, se janë shenjë toke dhe kërkojnë shumë, mundohen shumë të nisin diçka. Edhe pse koha është në favorin e tyre, koha është në momentin e tyre dhe gjërat mund të jenë nga një anë pozitive dhe mundësi të reja në ekonomi dhe në stabilizime, por gjithmonë juve i keni mundësit për të zgjidhur disa probleme, ndash pune, ndash karriere, disa gjëra të tjera që do të jenë në vazhdon e komunikimit, e stabilizimit dhe e korrektësisë. Ju jeni shumë korrekt për atë që doni bëni, po tjerët janë vallë me juve. Këtu shtrohet pyetja. Në orën 16 deri në orën 18:10 keni një mundësi takimi bisedimesh. Dhe ky muaj maj do ketë bisedime shumë të rëndësishme gjatë gjithë kohës. Është muaj kyç i vazhdimësisë, sepse ndodheni në udhkryq. Janë shumë rrugë dhe rrugë majtas, djathtas, para, mbrapa, dhe duhet të zgjedhur rruga e duhur. Dhe kjo bën që pikërisht në këtë muaj do ta zgjidhni. Pikërisht në këtë ditë do keni mundësinë për të parë se çfarë do bëni. Dashuria është ana tjetër dhe pozitiviteti. Keni mundësinë, sidomos lidhjet afatgjat. Por mos harroni sepse me akrep është koha juaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që shenja
e binjakëve. Për sa përket binjakëve. Binjakët e dashur gjithmonë jeni matur, jeni munduar shumë për të parë se çfarë do të bëni në fushën e karrierës. Mirë po, disa persona u ndërpresin disi udhën, por jo mendimin, jo atë që do të keni juve, vendimi që do të merrni. Është momenti i duhur, sidomos paraditja. Edhe pse shenjës ajrit për këtë ditë duhet të kenë kujdes. Nuk mund t'ua hedhin dot të tjerët juve. Nuk ka shanse juve të bëni gabim disa çështje shumë të rëndësishme ekonomike financiare ose marrën një punë pa qenë të sigurt. Për të tjerët është problem, sepse duan ta shesin sa më shpejt, kurse juve do mendoni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me peshk është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës. Kjo është gaforja. Gaforja dashura është një mundësi e artë në lidhje me takimet e punës, në lidhje me vendimet që merreni. Një vendim që mund të merrni tani është vendimi më historik, mund të themi, dhe koha më e mirë e mundshme mbi stabilizimin dhe korrektësimin. Gjithçka ndodh, gjithçka për një arsye apo për tjetrën, është një moment i artë, është një moment shumë pozitiv. Koha ka treguar që ju jeni me shumë fat në fushën ekonomike dhe të çështjeve të punës, të karrierës, por gjithmonë dini çfarë bëni. Në çështjen shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dash dhe me akrep nuk ka të bëra. Vijojmë tek shenja radhës, që janë luanët. Përsa përket luanëve, duket se tani ka shumë mundësi që juve të zgjidhni problemin tuaj. Por një nga koha që tregon për juve të kësaj shenje duket se është dhe momenti më i mirë i mundshëm tani për tani në lidhje me punën tuaj, në lidhje me ekonominë, mbi stabilizimin ekonomiko-financiar dhe momentet më të qarta, të sakta në atë çka juve doni të bëni dhe çfarë doni të arrini në anën tuaj. Në çështjet që lidhen me takimet jo vetëm shumë të mira, por kjo ndodh mbas orës 17. Luanët, shenjzjarri, kanë mundësinë në këtë ditë shtunë të zgjidhin një problem të vjetër ose disa bisedime ligjore, mund të flitni me personin e ligjit në tavolinë për gjithçka juve doni, sepse është dita juaj më e mirë e mundshme për të zgjidhur çështje të tilla. Ana e dashurisë me ujor duket se i keni mundësitë. Vijojmë tek shenja radhës që është Virgjëresha. Virgjëresha dashura, kjo periudhë ju mëson shumë gjëra dhe juve jeni gati të suportoni gjithçka doni. Por meqense juve i keni mundësitë dhe Virgjëresha kryeson shumë në ekonomi, në stabilizime, në blerje, shejtoke ku tjetër, është një mundësi e artë, një mundësi shumë herë më e mirë. Dhe kjo bën që juve të jeni korrekt me punën, korrekt me atë çka doni. Marrja vendime të rëndësishme në kohën e duhur dhe është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Stabilizimi dhe konkretizimi i lidhjeve dhe i mundësive të arta që juve keni është tani. Sidomos paraditja, mos ju ndani, sepse është e juaja. Në çështje shpirtërore, bashkim familjar, bisedime të rëndësishme është koha juaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që është peshorja. Përsa përket peshoreve, disa kuptime, disa raste, çfarë janë kuptimet? Kuptoni shumë, flisni pak, është ana juaj. Peshoret, edhe pse ditën e sotme, ditën e sot për nesër, se flitet për ditën e shtunë, ka diçka shumë të madhe. Më mirë dëgjoni sot, se do jeni të fituar. Dita e shtunë, është ditë e Saturnit, ju e dini. Dhe kjo bën që juve të bini në ujdi, kur dje ju thoshin 10, sot, pra të shtunën, do t'ju thonë 5 dhe jemi në rregull. Pra blerje, po, por rishikoni gjërat që të jeni të qartë, mbas orës 12. Dashuria me gafore është ideale. Shkojmë tek shenja e radhës. Kjo është Akrepi. Akrepi dashur, mundësit i keni. Periudha është e juaja, është funksionale. Sepse në funksione dhe në çështjet e punës dhe të vazhdimësisë, ku juve jeni me shumë fat në anën tuaj dhe keni një mundësi shumë të artë në ekonomi dhe në stabilizime.
në ndryshime, në vendime dhe koha ju tregon çelësin e suksesit për të ardhmen tuaj. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dash dhe me ujor duke të para. Vijojmë tek shenja radhës, që janë shijetarët. Për shijetarët, meqense shijetarët sado që mundohen, sado që janë të kërkuar në fakt në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin, por në një farë mënyre mërziten për shumë arsye, e kanë dhe momentin e duhur për zgjidhje të punës së tyre dhe të karrierës, por gjithashtu është një ndikim favorit në ekonomi dhe në stabilizimin e saj. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me luan dhe me peshk duket të mbara, edhe pse një problem i vogël me binjak ka zgjidhje. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë britsjapët. Për sa përket britsjapëve të dashur, juve keni mundësinë, sepse është dita juaj, ditë e Saturnit, që është ditë e shtunë. Paraditja është idealja, dita e Florint, sepse zgjidhni problemin tuaj dhe një problem keni pasur në fushën e anës sentimentale, por një moment të tillë, një kohë e përshtatshme, mbi periudhën që ndodhin fenomenet, mbi kohën që juve keni, dhe është momenti më i mirë i mundshëm dhe më ideal. Favorizimet dhe stabilizimet që kërkojnë dhe kohën tuaj, momentin më të mirë që juve keni, që është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive, mbi stabilizimin ekonomiko-financiar, mbi disa gjëra që ishit në dilemë nëse doni të veproni ose të bëni diçka, por arritja dhe mundësitë e reja që keni pasur dhe keni, është një moment shumë i mirë dhe shumë i bukur për sa përket punës suaj, për sa përket karrierës suaj në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshorët duke të mbara. Vijojmë tek shenja radhës që janë ujorët. Ujorët e dashur, bini pas një çështje të vjetër që keni pasur para disa kohëve, do të thosh, sepse vërtet periudha kur ndodhin gjërat është momenti më i mirë i mundshëm tani, sidomos kjo ditë e shtunë, mos e shihni si ditë, po shihni si moment për zgjidhur problemin, sepse gjithmonë ujorët dinë çfarë bëjnë, dinë ku shkojnë dhe çfarë duan të realizojnë. Stabilizimi i punës suaj dhe ekonomisë është plan parë dhe është një moment tani, edhe pse ndodheni në një problem vogël tani, sepse të shenjës ujorit ndodh që janë dhe shenja ajri, por kjo ditë paraditja është pak me spec. Mbas orës 12 bëni çfarë do e barazëmësuaj, e keni mundësinë mbi takime dhe vendime. Nëse keni vendosur për më përpara për të pirë kafen, pjeni pak më vonë, ose në orën 7 me 9, ose në orën 13 me 15, ku janë orët më të mira dhe më stabilizuese për juve të shenjës së ujorit për zgjidhur problemet që keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me akrep dhe me luan duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e peshqeve. Meqense juve të kësaj shenje duket se mundësi që keni, periudha që ndodhin fenomenet, është një moment mjaft i mirë, është një moment që stabilizoni ekonominë tuaj, stabilizoni punën, karrierën dhe intuitiviteti juaj, si ndodh që shenjë uji do të thotë mundësi, do të thotë garanci, do të thotë rëndësi dhe siguri në fushën e karrierës suaj, në fushën e biznesit dhe jo vetëm, sepse siguria dhe besimi janë gjëra të mëdha për juve dhe këtu dini shumë fituar. Kurse në çështje shpirtërore, edhe pse keni pasur disa probleme me britsjap dhe me peshore, por janë të zgjidhshme. Kur e gjithë dita është e juve, shfrytëzoni në maksimum. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht datës 3 maj të 2025. Para se të ndajmë bashkë, jeni një sy pikërisht kësaj faqes këtu, ku që i keni gjithçka, e shikoni çfarë dëshironi, çfarë doni juve. Duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, jeni gati për të blerë paketën dhe të shikoni se si të lidhemi bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi live dhe doni të dërgoni mesazh, se së shpejti do kemi edhe një shërbim shumë të rëndësishëm. Atëherë, kemi këtu, te butoni këtu, duke ndjekur hapat dhe duke klikuar, besoj që e shikoni edhe vetë dhe pastaj mund të flasim, mund të dërgoni mesazhe dhe të merrni përgjigjen live. Më një rregulla, më të mirë një orë. Bismillah.